parashkrimin e datës 27, data 27 prill 2026. Duke se kemi një ditë shumë të veçantë mbi ndryshimet e mëdha që vijnë në fushën e karrierës, në fushën e punës, në fushën e madhe, sepse ka një kuptim mes asaj që është e bëshmja, mes gjërave të lëna pezull, shumë gjëra që kemi në këtë ditë të hanë. Ditë të mbar, javë të mbar ju uroj dhe ka për të qenë, edhe pse me shumë lodhje, edhe pse me shumë ndryshime, por kemi dhe gjëra të mira, sepse do na ndihmojnë për gjëra që nuk kemi pas mundësi më përpara të zgjidhim, por mund të zgjidhim tani. Arsyeja ka të bëjnë sepse kemi një tjetër ndryshim planetar shumë të rëndësishëm, Urani që kalon në shenjën e binjakëve. Ky është një ndryshim i madh në përgjithësi, në nivel individual apo mujor, që do të thotë ndikime të papritura, ndryshime në komunikim.